Kur përmend Allahu xhallahu ala dënimin ndaj një populli, përmend se ja ka marrë çdo dyja. Kur përmend Allahu begatimin e një populli, thotë se ja ka dhënë çdo dyja. Sa të këto dy begatit madhore, ushqimi edhe siguria. I sigurt. Pse Allah e ka përmend mas pari ushqimin tani sigurinë? Për shkak se njëri është në gjendje apo me e sakrifiku sigurinë për më ushqy apo. Bukë është më e rëndësishme apo. Ka pa njëri hin rreziqeve apo për shembull hin luftë, se do më na marr vendin kur nujm ku hajm apo. Andaj njëri e mbron çështja më e madhe është buka, ushqimi, uji. Kjo më rëndësi. Allah se ka përmend ngopjen. Pa ka përmend mjaftë et'amhum, it'am është me të dhënë me hungur tamam. S'ka Allah gjela i kanë ngi. Ja, se ngopja, kur njëri hanë demu kur smunët mo, shpesh është e dëmshme. Krijon qka? Ngopja, qka sjell? Gjumë, dëmbeli. Një që i hajnë shumë, veç i gjenë shtretë, së një vritë më apëtë. E Allah s'ka unë mi ngopë. Jo, po mi dhonë më hongër për me jetu, që kanë mundësi me vazhdu në aktivitet jetës. E të amë me humë. Min gjurin, Allahu te bare këtale u ka dhonë me hongër, sa me e fik urin. Që kjo është ushqimi normal. Sa më së me të undë. E mes nivelit, sa më së me të undë, edhe mungi, ka gjani ndërtese madhë është. E ka fshatave. Ku du të mënalë muslimani? Në esencë, te fikja urisë. Që mund të mo? Alhamdulillah. Allah ka unë fikja urisë, që kjo është begati. Ngopja shpesh është të dëmshme. Për shkak se përdhën dembeli dhe lakmi dhe pangopsi. E këto shenë begatia. Shkone qëfar kujdesin begati që Allah të ka dhonë. Dhe u ka dhonë Allah gjelloha siguri. Po, siguria është më rëndësi të në siguria është më rëndësi. Përndaj, shpesh kër flasim na për venin tonë të ndërëzër, normal, jeta ka kërkesat shumëta, duhet me luftu gjithon për më të mirën, duhet me punu, mu angazhu që rraqë me zhvillu shumë aspekte të jetës tonë. Kemi ngecje në shumë aspekte, nuk po flasë që temi të vetknaqër, me thonë se që kjo është fundi, larga asaj, duhet shumë me punu. Mirë po flasë për diçka tjetër, që ka me një pyetje madhe, arnohet në Kosovë, që të dikush, arnohet, përgjigja është në surën Kurejsh. A ki me hongër? Ja me hongër po. A i sigurt, po bëllë, që po dënë më? Që po dënë më? Se kemi pas të dyat. Po, paraluzë ka pasosë kur s'ke mujt me hongër. Jo që mungop, po has me fig urin s'ke mujt, ka pas shumë rast të tila, edhe s'ke pas siguri. Ti ka shëndru Allahu te barek o ta'ala në pasuri. Tash nuk ka mo që situata a ki me hongër. Jo, pëton. Tash nuk jem që e thënë të një mendimtari kohës, njerëz dikur kanë vrapu për me gjithë bukë. Tash vrapujnë për me shkri bukë, se kanë hongër shumë. Apo, s'ka në me vrapu për me lyp bukë, se e ka shumë afer. A diku njës kanë gajt vrapu atje, shka atje, si Hagjerja, ka vrapu me safës e mërë me gjithë ujë. Apo, sot njës vrapujnë me gjithë ujë, se kanë që atojnë në sobe kanë. E pse vrapujnë njërë sot? Po dalë me ngajt për shnet pak, se jena trash. Apo, në qëtor lukë se njerit, apo. E siguri sa dush, në Kosovë dilë kur dush, apo, ka siguri. E do të me lesu këtë siguri, të në të vëzër. Wallahi, është begati e madhe siguria. është begati e madhe siguria. Duhet me qenë mirënja dhe Allahu xhallahu për sigurinë. Pastaj edhe për gjithë ata që përkujdesen për këtë siguri. Se ka njerëz që lodhen, angazhohen, sakrifikojnë për këtë siguri. Do të me qenë mirënjohës njerë për siguri. Dhe këtu e begatit mëdha. Sikur se ka thënë pejgamberi alayhi sallam. Kush men asbaha minkum, kush në sabah qohet. Shikoni, kush qohet në sabah, aminen fi sirbi. Domthon, në rrethi ku jeton, në mesi ku jeton, i sigurt. I sigurt. I shënosh në trup vet. Shënosh, alhamdulillah. Wala hukutu yawmihi. Edhe qatë ditë ka me hongër, shiko po, qatë ditë ka me hongër. Thot, që kjo është sikur se me pas këtë dënjon. Pse?
Pse realiteti jetës është tashmja, e ardhmja është imagjinare, çfarë dimë çfarë bën nesër.